Gjak vizitës zyrtare në Shkup, Ministri e Punëve të Brendshme, Albana Koqiu, u takua me Ministrin e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski. Takim ky në kuadër të forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh, i cili u pasua nga një deklarate përbashkët për shtyp. Ministrja Koqiu theksoi se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë dy vende partnere, të lidhura nga një hapësirë e përbashkët gjeografike, interesat e përbashkëta dhe aspirata të njëjta europiane, si vende kandidate për antarësim me Bashkimin Evropian. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë dy partnerë strategjik dhe janë në një miqësi të vazhdueshme së bashku. Dy vende që ndajmë një hapësirë të përbashkët, të lidhura shumë më shumë në ngjashmëri sesa në dallime, si dhe dy vende kandidate për Bashkimin Evropian. Prandaj kjo hapësirë që ne ndajmë sot do të jetë një hapësirë europiane, ku mallrat, kapitali dhe njerëzit do të lëvizin pa kufizime. Biseduam me kolegun ministër shëndrimin e pikës së kontaktit në një qendër të vërtet të bashkëpunimit policor dhe doganor për të lejuar një koordinim të vazhdueshëm 24/7 në një kohë reale të forcave tona, për të shkurtuar më tej burokracitë, kohën e kalimit me radhët në kufi dhe do të nxjisë edhe më shumë shkëmbimin mes palëve. Ajo nënvizoi se lehtësimi i burokracive dhe procedurave për qytetarit dhe biznesin është një hap i domosdoshëm dhe praktik, në funksion të së ardhmes së përbashkët europiane. Një tjetër temë e rëndësishme e diskutuar ishte replikimi i modelit të suksesshëm One Stop Shop për kontrollin e unifikuar kufitar në të gjitha pikat e kalimit para sezonit veror, si dhe lehtësimi i procedurave gjatë sezonit turistik. Po ashtu, u diskutua rritja e patrullimeve të përbashkëta në liçenin e Ohrit dhe zhvillimi i projekteve të tjera të përbashkëta në fushën e sigurisë. Në përfundim, Ministrja Koqiu vlerësoi gatishmërinë e plotë të palës maqedonase për të forcuar më tej partneritetin dypalësh, duke falënderuar ministrin Toshkovski dhe duke e ftuar për një vizitë të afërt në Tiranë. Ajo shprehu gjithashtu mirënjohjen për ekipet e OSBE-s për mbështetjen e vazhdueshme në shndrimin e ideve në mekanizma konkret bashkëpunimi dhe në parafrimin me standardet më të mira europiane në fushën e sigurisë.